Kisha ashtu dhe një 2-3 fjalë për shkollën në këtë rast, në kuptimin e për brenda shkollës. Shkolla ka një menaxhment të kompletuar, që në këtë rast është drejtori, është zavendës drejtori dhe është psikologja. E ne të gjithë nxënësit që kanë pa marrë parasysh çfarë vështirësie të tipit qoftë të mësimdhënies apo të aspekteve të rregullave, të gjithë nxënësit marrin shërbime falas nga psikologja e shkollës dhe pothuajse ajo në çështje ditore bisedon me nxënësit për çfarëdo vështirësie të natyrës që kanë ata në këtë rast. Është psikologe shkollore, e njëjta psikologe bile është antare e ekipeve komunale për vlerësim të fëmijëve me nevoja të veçanta në një komunë të Kosovës. Me qëllim e kemi marrë si eksperte dhe është të punu jashtëzakonisht shumë. Nëse krahasojmë vitin e parë me vitin që jemi tani, shkolla sot ka një rregullsi jashtëzakonisht të madhe, edhe vetë nxënësit edhe vetë prindrit janë të befasuar në kuptimin pozitiv për një rregullsi që është vendosur për brenda shkollës, sepse dihet gjithherë fillimet janë vështira, qoftë edhe në prurjen e nxënësve, po qoftë edhe menaxhimin e aspekteve të ndryshme që kanë bëjnë me mësimdhënien. Regjistrimet bëhen qershor. Regjistrimet fillojnë që nga momenti i përfundimit të klasës së 9, të gjithë mund të rezervojnë vendet e tyre, mund të nënshkruajnë një tip para kontrate për të rezervuar vendin e tyre dhe pastaj pasi të kryen procedura tjera, ata vinë dhe nënshkruajnë kontratën e rregullt. Transporti është i siguruar nga shkolla për të gjithë fëmijët, ka numër të mjaftueshëm të autobusëve dhe bëjmë përpjekje që nxënësit tanë sa më pak të presin në vendet e tyre ku e presin autobusin. Dhe për këtë arsye kemi një mbulim kohë të madh të rrjetit të transportit. Dhe kur mendojmë ka një çmim shumë modest të gjithë ata të cilët thonë jo, po kosto e lartë shkollat private, është me të vërtetë shpenzim shumë më i lartë edhe në shkollat publike nëse e çojmë me i pagu kreta të tjera shpenzime ekstra që janë. Nuk e kisha përmend shifrën si shifër jo për ndoshta as për të bagar me dikon tjetër, por e kisha thonë me plot bindje dhe sinqeritet që është ndër shkollat më të arsyeshme në Kosovë dhe në kuptimin e pagesës. Këtë rast edhe transportin e kemi më të arsyeshëm në Kosovë për ta shfrytzuar nxënësit tanë dhe jam i sigurt që kushtet janë ekuivalente me të gjitha shkollat për dallim që vetëm shërbimet ne i kemi më të lira në përqindje jo të vogël. I kemi më të lira. Keni mendu për krejt ata prindë të cilët ëndër e kanë me i mësu fëmijëve me studiu, por ndoshta buxheti nuk e kanë çfarë sa duhet për shkolla shumë të shtrejta dhe keni qenë të arsyeshëm, modest, por edhe korrekt me krejt ato që i ofrohen nxënësve. Kështu që unë ju përgëzoj shumë për krejt këtë punë të organizuar dhe të menduar si të mirën e fëmijëve, nxënësve në këtë rast, si të mirën e prindërve, por edhe të vendit për të vendosur me dalë kuadrat sa më të mirë të studentëve të mjekësisë. Po. Aty e kemi pas teksin, po vlen të përmendet që shkolla është e themeluar nga 2 pronarë të cilët janë jashtëzakonisht mirë të sistemit arsimor në Kosovë, kanë traditë në menaxhim, kanë traditë edhe në aspektet e akreditimit dhe prurjes së kuadra sa më profesional për brenda asaj shkolle dhe padyshim që shkolla e ka një rritje të ngadalshme, por shumë të sigurt. Nuk pretendojmë që të rritemi me hapa shpejt, por ne pretendojmë që shkolla jonë ta festojë edhe 50 vjetorin, nëse jo edhe 100 vjetorin e themelimit të saj. Duke e ruajtur cilësinë çdo herë.